Doja të përcjellja publikut se kjo luftë do vazhdojë. Ata të kenë besim tek puna jonë. Struktura e posaçme antikorrupsion përbëhet nga njerëz të cilët guxuan për të bërë pjesë e kësaj strukture, pavarësisht cënimit të shumë privilegjeve të tjera apo privatësisë së tyre, dhe janë po këto njerëz të cilët po vazhdojnë punën. Dhe do ta vazhdojmë pa kompromis në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Publiku thjesht duhet të ketë besim tek përpjekjet tona dhe të na mbështesë në vazhdimsi. Kjo nuk është më një histori e largët, është një alarm për çdo që shet ndikimin e parave të krimit dhe zgjedh të mbyll syt për një shoqëri që e përkthen suksesin në pushtet, para dhe frikë. Ajo që duket mijëra kilometra larg, në fakt është më afër se kurrë. Rrjetet janë ngritur, laboratorët ekzistojnë, aleancat janë vullosur. Çfarë mbetet është një vije holl ndarëse mes vullnetit për të luftuar apo për të bërë pjesë. Zgjedhja është e jona.